Zoti tregoi se munafikët e kanë vendin në fundin e xhehenemit. Për të treguar se ai nuk do t'i ndëshkojë ata që besojnë dhe e falënderojnë atë, urdhëron e thotë: Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Përse t'ju ndëshkoj Zoti në qoftë se ju e falënderoni atë dhe i besoni atij? Zoti është shpërblim dhënës për ata që e falënderojnë dhe e di plotësisht meritën e secilit. Shpjegime. Qëllimi i ajetit është për të nxitur njerëzit i binden Allahut të kryejnë adhurimet e urdhëruara dhe të largohen nga fajet. Do me thënë, kur njeriu bën punë të mira, nuk është në rregullin e Zotit ta ndëshkojë atë, përkundrazi Zoti e shpërblen me tepri për punët e tij të mira. Në ajet herën e parë është përmendur falënderimi, pastaj është përmendur besimi, sepse njeriu kur sheh ndonjë të mirë prej ndonjë tjetri, në çast e falënderon bamirësin, pastaj e thellon mendimin e vet dhe e beson se ai është i pajisur me cilësitë e duhura. Pra me që falënderimi varet nga dija për gjën a punën që të bën tjetri, falënderimi është përmendur përpara besimit. Zoti tregoi se si e falin namazin munafikët dhe nxori në shesh të fshehtat e tyre të turpshme, për të treguar edhe se nuk lejohet të nxirret sheshit faji tjetrit me përjashtim të atij që është i dëmtuar, urdhëron e thotë: La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim, wa kana Allahu samian alima. Zoti nuk do që e keqja të thuhet sheshit me zë të lartë, përveç se kur ai që flet është i dëmtuar. Zoti dëgjon dhe di çdo punë. Shpjegime. Ky ajet i madhëruar tregon se Zoti nuk do që të thuhet fjala e keqe me zë të lartë, siç nuk do edhe që ajo të përflitet edhe me zë të ulët. Zoti nuk do që të përhapen fjala dhe puna e keqe, por Zoti lejon atë që i është bërë dëm prej dikujt të flasë me zë të lartë. Ky njeri ka leje të thotë edhe të ngrej zërin kundër keqbërësit, por me kusht që të flasë vetëm për aq sa i ka ndodhur dhe jo të shtojë gjëra që nuk i ka ndodhur, sepse ajeti përfundon: Zoti dëgjon dhe di çdo punë. Do me thënë, i dëmtuari le të ketë frikë Zotin dhe le të mos flasë gjëra të tepërta për të shfryrë mllefin, por le të flasë të drejtën, sepse Zoti dëgjon fjalët dhe i di qëllimet. Bejzaviu dhe Hazini kanë thënë se zbritjen e këtij ajeti e ka shkaktuar një bujtës. Ai ka shkuar mysafir te një kabile, por ajo as nuk i ka dhënë bukë dhe as nuk e ka nderuar fare. Për këtë bujtës i është ankuar, por të tjerët e kanë qortuar për ankesën që bënte. Atëherë ka zbritur ajeti më sipërm që e lejon bujtësin që të ankohet edhe ta përhap fjalën për këtë sjellje të keqe, por të flasë të drejtën dhe vetëm aq sa i ka ndodhur. Me këtë ajet të madhëruar, Zoti nxit e i porosit njerëzit që të bisedojnë me edukat, edeb. Prandaj kërkohet që njerëzit të ruhen e të mos thonë çdo gjë që u vjen për goje. Kërkohet sidomos që njeriu të mos e bëjë zakon të flasë fjalë të pahishme, edhe kur është i dëmtuar nga dikush. Edhe pse i lejohet të ngrejë zërin kundër keqbërësit, duhet të flasë vetëm për aq sa është dëmtuar dhe jo të vërshojë të shaj për gjëra që atij nuk i ka ndodhur, sepse Zoti nuk do që të përhapet fjala dhe puna e keqe. Pejgamberi që qoftë bekuar ka thënë: shpalleni keqbërësin që bota të ruhen prej tij. In tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Nëse e nxirrni sheshin ndonjë të mirë ose e fshihni atë, ose nëse falni ndonjë të keqe, edhe Zoti ju fal juve, sepse Zoti është shumë falës dhe është i pushtetshëm që t'ju shpërblej punët e mira. Shpjegime. Nëse e nxirrni sheshin ndonjë të mirë, në qoftë se ju u shfaqni njerëzve ndonjë punë të mirë që bëni, fjala vjen nëse jepni ndihmë ndonjë nevojtari në syt e të tjerëve, ose e plotësoni ndonjë detyrë që e shohin të tjerët, ose e fshihni atë, nëse u jepni të varfërve sadaka fshehurazi, ose bëni punë të mira fshehurazi, ose nëse falni ndonjë të keqe, në qoftë se ju e falni të keqen që ju ka bërë dikush, atëherë keni vepruar sipas porosive të Allahut. Edhe Zoti është shumë falës për të metat e robëve të vet, sepse ai është i pushtetshëm, t'u jap shpërblime të mëdha kur silleni mirë ndaj të tjerëve. Me këtë ajet Zoti tregoi se lejohet të shpallet dëmi që është bërë. Me këtë ajet i madh Zoti shtyn njerëzit që ta falin dëmin dhe kështu u bëhet thirrje njerëzve për veti të larta. Pra, pavarësisht se është e lejuar që dëmi të shpaguhet, është më mirë që dëmtuesi të falet. Fahri Raziu thotë se të mirat përmbledhen në dy faktor: 1. Me qenë sadik, i çiltër ndaj Zotit; 2. Me u sjell mirë me njerëzit;
Sjellja e mirë me njerëzit bëhet me dy mënyra: a. duke u futur në dorë njerëzve gjëra të dobishme, b. duke i larguar gjërat të dëmshme prej njerëzve. Atëherë thënia e ajetit nëse e nxirrni sheshin ndonjë të mirë ose e fshihni atë thekson vënien e gjërave të dobishme në dorën e njerëzve, kurse thënia nëse e falni ndonjë të keqe thekson largimin e dëmit prej të tjerëve. Pra këto dy fjalë përfshin të gjitha llojet e punëve të mira që njerëzit duhet të bëjnë ndaj njëri tjetrit.